Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që këtë transmetu Aisha radhiyallahu anha, hadithin që ka nxjerr Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wasalam: "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafata wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaikata fayaqulu ma arada haula'i." Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, s'ka ditë që Allahu i liron robt e vet, më shumë nga zjarri i xhenemit si dita e Arafatit. A ka në ditë e madhe, ditë e vogël? Nuk ka ditë që lirohen njerëzit nga zjarri i xhenemit si dita e Arafatit që është nesër. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, afrohet Allahu me këta njerëz dhe krenohet para melaqeve. Krenohet, shiko fa rob kam kanë arë për kitë qosheve dunjajës. Por çfarë? Dhe shikone, as ka deti, as ka uj, as ka zbukurime, as kur gjo nuk ka. Për që kanë arë këto? Për këtë asyje, përsi që s'ka kur gjo ati qka me lip, Allahu gjelë dhe thot: ma arade haula, qka kanë këto? Qka lipin këto? Pro, qka lip se këto njeri s'ka kur gjo s'ka me lip? Për këtë asyje, Allahu gjelë ka bo këtë ditën ku ne e kujtojmë pse ram në azap dhe cila e ngrit azapin. Azapin e ka pru gjunahi, e ngritin e azapit e ban istighfari. Andaj dita e Arafatit do dita e lutjes. Neve këtu që ka si në Arafat, në haq, na preferohet me agjëru dhe mu lutë si agjia. Aje ka atje se ka të preferume me agjëru, pa e ka të preferume me veç me u lutë. Bile e ka të preferume me ngji drekën me ikindi, që veç të përkushtohet lutjes. Po cila e përbashkëta mes agjërimi dhe ihramit? Aja gje ka ihram, na këtu kena agjërim. Aja tje ka lutje dhe na kena lutje. Lutja është generale përbashkët, dërsa na s'nuna me një ihram, sunin e ihram. Po pasi që sunin e ihram, hen agjërim. Aji hek teshat, ti hek bukën, për ti të regu Allahu subhanahu wa ta'ala se ajo e cila neve na prunin që këtë deregje të keqe dunjajës ishte gjunahi, veshja. Tu dash me esinua qka nuk a e jotja, mu zbukuru me atë qka nuk përket mu zbukuru e, dhe tu dash me hangër atë qka su dash me hangër. E qka i thojnë në Allah me agjërim? Që o zot s'peha, as halalin mu s'peha, veç fal me atë që e bona haram. E haxhiu qka i thot: o zot, edhe teshat i kum lanë, këta e kam sa mu mluë, mu së mdu këtë avreti, edhe teshat i kum lanë, veç falem o zot, veç falem o zot. Për këtë asyje të ndërrua xhamatli, dita e Arafatit është ditë e madhe. Atë ditë Allahu i liron njerëzit pi xhenemit. Njerëzit sot këshirin me gjetë mi ven me klim, se thot shumë nxehtë, apo vera e nëzja ka nis. Jo, sa po mrinë, hajde sa ka me mrije. Në Mekë janë 45, këtu 35, 30. Po kjo deregja 35, 40, 50, apo mundet më rrit. Sa mund më rrit dën xhenem? Sa mund më rrit kjo? 40 u dogjëm, me e bo 100 Allahu gjele gjelalu, me e bo 200, me e bo 500, qka jesim na? Këtë asyje lutë Allah me të liru pi zarmit, se ne durojnë a zarmit. Zarmi o Iran. Andaj dita Arafatit neve na kujton se sebeb gjunahit e ram këtë deregje, dhe ajo që ka në largon neve është lutja. Pra simboli ma i madh i ditës Arafatit cila? Lutja. Lutë Allah subhanahu wa ta'ala. Krejta gjëra që ti i gëzon këtë dunja janë me lutjen e dikujna. Ti edhe mençurien që ka e kije ka mundësi ka bërë dua dikush kur ke lind, ka thënë o zot banet meqëm. Apo edhe pasuri ka mundësi që ka e kije ti kujton ani ti punon e lëviz këtë rregull, po ka mundësi dikush ka bërë dua, ka thënë o zot japi veç ti pasuri, Allah ka bërë kabull. Ti thu kum fitu valla, nëse ti se diat çka ka bërë dua. Andaj ka thënë dietar çka përmend Ibn Hazmi, krejt vlera që ka i kiti fizike dhe që ka nuk shien, që ka nuk prejken me dorë, të gjitha janë sebeb i duajës. Andaj dita Arafatit ta për bashku si kitë vlerave, se ajo duaja, me dua mund është mu bo gjeni, me dua mund është mu bo miliarder, me dua mund është mu bo ma shumë se ka, cile gjenetli. Për këtë asyje dita Arafatit neve që fa në mëson? Dita Arafatit neve të ndëruar që Madina mëson se
ne në këtë dunja kemi zbrit se bepi gjunahit dhe ngrisim këtë azab me istighfar, ajo që ka i shlyem gjurmët e gjunahit.